Kuvendi të njëjtën me 59 vota për dhe 9 kundër miratoi propozim ligjin për lojrat e fatit dhe lojrat argëtuese. Me ndryshimet e propozuara, të gjitha objektet ku organizohen lojra fati, si kazinot, klubet të automatëve dhe lojrat elektronike të fatit, duhet të jenë të vendosura të paktën 500 metra larg shkollave. Përmes një videomesazhi, qytetarëve u është drejtuar Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu. Sipas tij, bigjozi është varësi, terapia më efektive për të është parandalimi. Nuk mund të flasim për bigjozin si argëtim, kur ai bëhet zakon dhe varësi. Kur hyn në familje si bigjos, si stres, si shqetësim dhe kur në mënyrë tinzare zëvel në jetën e të rinjve ende pa objekt. Si Ministri i Shëndetësisë kam obligim të them se është rrezik për shëndetin, ndërsa terapia efektive ndaj saj është parandalimi. Prandaj e mbështes çdo masë ligjore që do të largoj bastoret dhe kazinot më larg shkollave tonë, që do ta zhvilloj presioni reklamues ndaj të rinjve. Në bastoret që ndodhen pranë shkollave, nuk do të lejohet vendosja e terminaleve elektronike dhe videolotarisë dhe pajisjeve të tjera për lojrat elektronike të fatit. Ligji gjithashtu ndalon reklamimin në vitrinat e objekteve ku organizohen lojrat e fatit, si dhe reklamat që paraqesin bigjozin si mënyrë për të arritur sukses personal ose përfitim financiar. Po ashtu ndalohet reklamimi përmes personave të famshëm. Gjithashtu, rriten shumat e garancive bankare që duhet të sigurojnë organizatorët e lojrave të fatit dhe zbatohen rekomandimet e Manival pranë Këshillit të Europës për formimin e mekanizmave kundër pastrimit të parave dhe finansimit të terrorizmit. Miratimi të ligjit i paraprin reagime të shumta nga shoqatat e organizatorëve të lojrave të fatit në klubet e automatëve, kazinot dhe bastoret sportive, APIS dhe ASOM. Ata paralajmëruan se ligji do të ndikojë në një sektor ekonomik me më shumë se 10.000 të punësuar, i cili sjell mbi 350 milionë euro të ardhura vjetore në buxhetin e shtetit.